Për të folur për dinamikat e Big Brother VIP Albania, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Elton Toza. Elton, faleminderit shumë për mundësinë që na dha për intervistën. Përshëndetje VIP Magazine dhe i lumtur që u rikthyem në këtë komunikimin ton bombastik që kemi gjithmonë. Të lumtur dhe ne që të kemi midis nesh, pasur parasysh dhe incidentet e fundit. Faleminderit shumë edhe për krajen, për që më gjetët pranë edhe për pasqyrimin e lajmeve në e sakta që keni bërë gjithmonë. Elton, si të zhdukur Big Brother VIP Albania? Po, ndryshe nga të gjithë Big Brother të tjerë, ky është Big Brother që me sa duket motorët po i ndes më shumë vonesë. Në qoftë se të tjerët në javën e dytë kishin filluar, kishin shpërthyer, kishin krijuar grupazhet, kishin krijuar lideri, kishte krijuar protagonisti dhe antagonisti. Në këtë Big Brother është shumë e vështirë për ta thënë se kush është lideri, kush është protagonisti, kush është antagonisti, sepse ka kaq shumë lidera dhe ka kaq shumë antagonista brenda një formati që akoma nuk po formohen ata dy kryesorët. Më duket një Big Brother që po shoh shumë njerëz që po duan ty, po shoh ndërkohë shumë njerëz që po duan të dalin nga Big Brother. Dhe ka diçka që çalon, ka diçka që nuk është siç kanë pasur qenë ata të tjerët, më duket deri diku po shoh edhe banorët që shumë pak janë ata që janë le të themi që mund të identifikosh si karaktere të veçantë, se shumica janë kopje të shëmtuara të lojtarëve që kanë qenë për Big Brother atë të tjerë. Elton, po parë nga jashtë, ke ndonjë argument ose ndonjë arsye që mendon ti që disa banorë duan të dalin jashtë, dhe pam që edhe prajmin e fundit kishte shumë banorë që po kërkonin duhet dalë dhe unë. Jo më lart se sot ka kërkuar dhe Mali që të lëri shtëpinë. Po kam përshtypjen në ky sens si protagonizëm më të madh që ata kanë. Fakti që po hyn me këtë sensin e madh të protagonizmit me shpatë madhe në dorë që kanë për të bërë namën, dhe kur hyn aty kuptojnë që shikoj që Big Brother që kanë krejt ndryshe, ajo ideja që bërtasin gjatë gjithë ditës dhe nuk e gjejnë veten në prime, sepse prap kanë këtë idenë e gabuar që po të bërtasësh je në prime, kam përshtypjen është ky zhgënjimi i madh që ata kanë bërë vetes së tyre. Dhe po thonë me vete që shikoj, ne po bëjmë gjithë të luftë, jemi duke bërë gjithë të lojë me të tyre, pa i ditur fare se çfarë impakti kanë jashtë, dhe ne s'po kapim prime-in. Kjo gjë po i sjell ata, po i vë ata përpara një dileme nëse duhet ta vazhdojnë lojën po apo jo, sepse kanë hyrë duke dhënë maksimumin e tyre, dhe për sa kohë maksimumi i tyre nuk po i çon diku, kanë zgjedhur më mirë këtë tërheqjen për të mos dalë më keq nga ç'janë duke dalë. Kështu që të njëjtin gjë ka bërë shumë nga lojtarët, po dalin. Sot ishte Mali ai që tha që duhet dalë, Brikena, Kristi po duan të dalin. Kristi për arsye të okay, Kristin e kam kuptuar, sepse deri diku dhe nuk ka fajë, duke pasur parasysh që është bullizuar, është ofenduar dhe nuk ka pasur asnjë element, sepse siç e keni vënë edhe juve, Zarfi i Zi ka humbur komplet vlerë në Big Brother. Ka filluar që tek Big Brother 3-shi, dje po ja thoja në fakt edhe Jul Dedës, që në Big Brotherin tuaj filloi duke humbur vlera e Zarfit të Zi, dhe po ta shikosh këtë Big Brother, Zarfi i Zi është thjesht një element dekorativ në shtëpi, hyn në shtëpi dhe deri aty kaq, pastaj të bëhet një dalje në nominim që faktikisht ata që duhet të dalin me Zarf të Zi nuk po dalin me Zarf të Zi dhe po eliminohen njerëz të tjerë. Të marr këtu për shembullin e Senos, ku pat një Zarf të Zi për Senon dhe për Kristin, për Kesin, që më tepër ishte në fakt për Kesin, dhe u eliminua Sena. Domethënë, eliminimi i Senos ishte një nga ato raste tipike që po ndodhin këtë Big Brother, që në vend të dalin ata që duhet të dalin, po dalin persona të tjerë periferik që nuk kanë lidhje fare me ngjarjen. Elton, në fakt duket sikur Big Brother po kthehet në një mega përputhje, pasi kemi parë shpesh herë që jo vetëm po themi personazhet të përputhen janë futur në Big Brother, po edhe mënyra argumenti dhe debatit ngjan shumë me nivelin e përputhjes. Dëgjoj, nuk kam asnjë gjë me programin përputhen, në fakt, po do të thoja që do të ishte mirë që të ndaheshin dy formatet njëri nga tjetri. Sepse po humbet koncepti i personazhit publik, i personazhit VIP. Në përbot, Big Brother VIP supozohet që është Big Brother për persona që janë
realisht të njohur që kanë jetë në ekran, për persona që mbase deri dje kanë qenë në ekran, pastaj kanë pasur një periudhë pauze dhe kanë dashur që të rikthehen. Nëse tani po ndodhe kundërta, po marrin personazhe që kanë dalë një muaj në ekran në një program që duan të gjejnë dashurinë dhe pastaj katapultohen dhe futen më njëherë në Big Brother. Kjo gjë ata i ka bërë arrogant, i ka bërë i duket sikur kanë kapur qiellin me dorë. Është një gjë që pak a shumë ka krijuar këtë problemin që nuk po merret vesh më kush është personazhi publik VIP, kush është personazhi që ka dalë në televizor 2 herë. Është një gjë që ka krijuar këtë përplasjen shumë të fortë. Po të marr këtu shembullin e Kesit, Inës, Stelinës, të cilët duke qenë se kanë dalë në ekran këto 2 muajt e fundit, e ndjejnë veten superior kashit të tjerëve dhe kujtojnë se ata janë ata figurat kryesore. Por që në fakt ndodhe kundërta sepse faktikisht figurat kryesore për mua janë Kristi, është Ronaldo, është Miri, është Selin, është Mali, domethënë është një gjë, është një lloj përplasje që po ndodh aty brenda që nga jashtë po duket shumë e shëmtuar dhe nuk e di sepse produksioni akoma nuk ka ndërhyrë për të vendosur balanca dhe për të krijuar dhe për të eliminuar disa njerëz që po përdorin një lloj fjalori arrogant, bullizues etj etj. Dhe kjo vjen si pasojë e kësaj, mega përputhjet. Madje po të shikosh, autorët nuk janë më ata që kanë qenë. Në qoftë se vjet ka pasur 6 autor dhe ka pasur një cast spektakolar, duke filluar nga Rozana Radi, Derek Vasili, Geta Gixhari, e shumë Xhibani, e shumë lojtarë të tjerë. Këtë vit më duken shumë fëminor, mosha mesatare më duket sikur është diku ke 25 vjeç dhe nuk e jep fare këtë pjesën e pjekurisë brenda shtëpisë Big Brother. I vetmi moshë e madhe që ishte Ilir Vrenozi, nga i cili prisnim shumë, por ai vati doli edhe faktikisht gjatë gjithë qëndrimit që bëri në shtëpi nuk është se na dha ndonjë përveç Babaxhan Lloku të vet, nuk është se na dha ndonjë situatë interesante apo nga ato karizmat e tij. Kështu që po, për sa kohë mungojnë autorët, për sa kohë autoren e hije më duket sikur është Neda Balluku, do të thotë që ky Big Brother më është bërë tamam një mega përputhën. Elton, kë shikon në finale? Shiko, në finale, unë duhet të them dyshën time finale. Dyshja ime finale është Kristi dhe Stenaldo. Janë të dy lojtarët që unë dua më shumë. Kishim Kristin që kur hyri ishte i paragjykuar në maksimum, si një lojtar që nuk e kishte atë grintën, apo do të ishte një zhgënjim i madh fakti që ishte pjesë e kastit, por do të them që Kristi për mua është një nga lojtarët më të mirë. Kemi Stenaldon, i cili edhe ai është një lojtar që hyri jo i barabartë, të paktën në sytë e publikut me tjerët, por që jo vetëm që ka dalë i barabartë me ta, po për mua është një nga pretendentët kryesor për të fituar. Është një djalë që është artikuluar, është analitik, është një njerëz që nuk po i vije të re ajo mungesë që ka e shikimit, është ai po gatuan, ai po luan një lloj si ata, po vrapon një lloj si ata, po sillet si ata, domethënë nuk ka ndonjë mungesë të madhe dhe për herë të parë në historinë e tërë Big Brotherave kemi një njerëz me aftësi të kufizuar që ka hyrë brenda shtëpisë së Big Brotherit, me një aftësi të kufizuar goxha theksuar siç është shikimi dhe për mua është nga pretendentët kryesor, jo vetëm për kësaj që ka, por edhe për të qenë urit i barabartë dhe superior madje ka shitjerëve për sa i përket mendimit, analizës dhe mënyrës së lojës që ai po bën. Kështu që unë di të them minimalisht paktën këta të dy janë finalja, janë dy finalistët e mi në fund. Ka hyrje të reja, që patjetër që këtë shtunë kemi 3 hyrje të reja super të fuqishme. Njërin madje e kam mik të ngushtë, që pres goxha shumë edhe nga ai, që edhe atë pretendoj shumë ta shikojmë në finale. Kemi një këngëtare goxha të njohur që futet edhe ajo këtë shtunë. Kemi një regjisor shumë të mirë që dhe ai futet përsëri këtë shtunë. Shpresoj shumë që të futet një lloj fryme e re brenda në shtëpi. Shpresoj shumë që të krijon dinamika të reja me këta lojtar, edhe të fillojnë të na japin çik grintën e Big Brotherit, tensionin, anksin, të qeshurat, jo se kanë munguar, por nuk janë aq sa që kanë qenë në të këto Big Brotherat e tjerë. Shiko, Elton, kur të pyeta unë, ose më saktë kur thash unë që duket sikur një mega përputhje qoftë edhe për debatet, kisha parasysh në fakt në krahasimin që mund të bëj unë mes Big Brother 5-s dhe Big Brother po themi 2-shit,
kur ishte Luizelli, kur ishte Armaldo, kur ishte po themi Olta Gexhari, kur që ishte edhe Kristi. Pra po ti shikosh edhe vetë debatet, edhe vetë sherret, dhe vetë mërit, ishin shumë herë më të vërteta se që janë në Big Brother 5 dhe njerëzit priren që të po themi të shikojnë më shumë njerëz të cilët e jetojnë në Big Brotherin se sa njerëz të cilët ndërtojnë skema dhe skenare sikur zihen, bëjnë sherr të madhe, pastaj pajtohen brenda brenda 2 ditësh. Se po ta shikojmë për shembull nga Big Brother 2 Armaldo dhe Luizelli nuk flasin ende. Pra ka pasur një gjë të vërtetë aty në debatet që kanë qenë aty. Ke thënë Luizelli, ke thënë gjithçka. Ke thënë Luizelli, ke thënë kam përshtypjen babain e Big Brotherit, kam përshtypjen për vite, unë e kam sqaruar disa herë këtë temë dhe nuk dua të bëhem edhe i bezdisur, po për vite vendin e Luizellit s'ka për të zënë dot kur njeri dhe loja që ka qenë në Big Brother 2 është shumë e vështirë që të rikthehet. Është e pamundur që ato personazhe të rikthehen. Po flet për Luizelli që ka falimentuar Big Brotherin. Kështu që unë kam përshtypjen që ky format ka marrë fund që ditën e finales së Big Brother 2-shit. Dhe kanë qenë personazhe realisht, jo vetëm, shiko, ato personazhe mund të ishin këtë Big Brother, po në qoftë se nuk do të ishte Luizelli, ato personazhe nuk do të kishin atë karizmë, nuk do të kishin atë lojë që kanë qenë, pse kanë qenë përballë Luizit. Dhe ata kanë dhënë 100% e tyre për të përballuar uraganin e Ellit. Kështu që është e pamundur që të krahasosh, domethënë është e kotë të krahasosh të gjithë Big Brotheret e tjerë me Big Brother 2-shin. Se Big Brother 2-shin dhe të gjithë Big Brotheret e tjerë që po vinë nga pas janë mbajnë firmën dhe vulën e Luizit dhe është e kotë që të diskutosh nëse do të dalë një personazh tjetër apo do ketë personazhe të tjerë që do të jenë si të dyshi apo si ke njëshi. Ta thesh, domethënë mund të ketë personazhe shumë të mirë tani, që mbase nuk janë në dritë. Në qoftë se këto personazhe do të ishin ke dyshi, do kishin përballë Luizin, mbase do të ishin shumë herë më mirë nga çan tash. Është faktori Luizelli që ka qenë në atë kohë dhe që po ngelet dhe që po kopjohet dhe që do kopjohet për një kohë shumë të gjatë. Është e pamundur që të zëvendësohet, është e pamundur që të dalë një i dytë si ai. Shpresoj shumë të bëhet All Starsi dhe siç unë e di ose të paktën siç mua ma ka thënë vet Luizi kur ishte këtu në shtëpinë time, që mbase e kam i qef që po të futet edhe tek All Starsi dhe shpresoj shumë që neve të rishojmë edhe një herë Big Brother. Shpresoj shumë që neve të shikojmë edhe një herë strategji, shpresoj shumë që neve të shikojmë të kemi humorin, të kemi strategjinë, të kemi lojën, të kemi të tëra brenda. Ai njeri ishte realisht atë që thoshe në kuadër të lojës, ishte realisht në kuadër të lojës. Sot kjo shpreha në kuadër të lojës po përdoret rëndom nga të gjithë, po aty askush nuk po loz dhe askush nuk po dit lozi siç është lozur në Big Brother 2. Me 12 shkurt do të jetë premiera e filmit të Luizellit bashkë me Kiara Titon. Kemi ndonjë informacion më shumë për ndonjë aktor që nuk është përmendur? Po, kemi informacione ka plot, filmi është spektakolar, është një histori romans, po është edhe komedia brenda. Është një super film që kanë bërë me regjisor Bjordi Mezinin. Është realisht di them vetëm kaq që kinemat do pushtohen këtë herë dhe do ketë pafundësisht njerëz që do e shohin dhe do ta rishohin si film, se ju e garantoj është super film. Një super komedi romantike që ka për t'i mbërthyer të tërë pas ekranit, po ka dhe pjesëtar të Big Brotherit që kanë qenë dhe te katra, është për shembull Loredana është pjesë e filmit që po ju a them. Ka dhe aktorë të tjerë që më mirë të jenë surprizë, sepse edhe ata vetë nuk kanë zbuluar asgjë, kanë lënë çdo gjë me pikpyetje që edhe një të kem pak atë kuriozitetin e vajtjes në kinema. Premiera është me datë 12, është unë mezi po e pres. Kam ka që po i shkruaj edhe Luizit dhe Kiarës, mos harroni ftesat. Kështu që nuk e di çfarë të them. Jam shumë i lumtur dhe jam shumë i gëzuar që jam pjesë e asaj premiere. Në një mënyrë ose një tjetër. Do të diskutoj me ty edhe Big Brother VIP Kosova,
ku këtë sezon duket se ka pasur një shikueshmëri shumë të madhe, pasur parasysh sidomos me hyrjen e Limit. Si e ke parë castin në Big Brother VIP Kosovë? Për herë të parë Big Brother VIP Kosova ka thyer çdo lloj rekordi, ëh. Të jemi të qartë te kjo pjesë, është më i ndjekur se sa Big Brotheri këtu në Shqipëri. Ka pasur një super cast të zgjedhur, janë treguar të zgjuar tek përdhjetja e castit. Kanë pasur kanë punuar këtë herë Big Brother VIP Kosova ka goditur. Casti më ka pëlqyer, ndryshe nga Big Brother VIP në Shqipëri ku ata që futen me shtesa zakonisht i zëgjumi, ose janë personazhe që mund të rinë 1 javë, 2 javë dhe pastaj dalin. Këtë herë në Big Brother VIP Kosova, edhe ata që janë futur me shtesa, po godasin më fort se sa ata që quhen të vjetrit ose pronarët e shtëpisë që kanë hyrë në fillim. Kështu që po të marr shembullin për shembull të Limit, ëh, një Big Brother që pas 2 muajsh kur të gjithë menduan se ja pan të tëra ngjyrat, me hyrjen e Limit aty ka rifilluar edhe një herë Big Brother nga e para. Po të marr shembullin e Lundrimit edhe Klodit, që janë 2 super personazhe këtë vit. Labinotit, jo këtij që imiton Luizin, po atij tjetrit që ka hyrë. Që edhe ai super personazh. Domethënë, po ta shikoj Fjolla Morina që hyri edhe doli, okay, për tjera arsye, po super personazh edhe ajo. Bia Khalifa, domethënë super personazh edhe ajo. Domethënë është si është, bën çfarë bën, punët e saj nuk më intereson, po është jeta e saj private, po si personazh në Big Brother ishte super personazh. Hygerta Sako super personazh. Ludo super personazh. Eliona super personazh. Domethënë, nuk di këtë kapësh, këtë marrësh edhe këtë lësh. Okej, ti do thuash pse unë lash pa përmendur Alba Pollozhanin, po Alba Pollozhani për mua është një personazh që është i konsumuar tashmë dhe nuk e di pse është i vetmi personazh i konsumuar që ka Big Brother VIP Kosova. Në fakt po Alba ka dashur shpeshherë që të dalë nga Big Brother dhe produksioni duket se e ka bindur që të vazhdoj ende në Big Brother. Dhe duket sikur ka një farë interesi për këtë treshën Limi, Dolce, Alba. Alba, po ta mbash mend, edhe në kohën kur ishte Ferma VIP, Alba ishte gjithmonë kjo drama queen, personi që viktimizohej më shumë dhe gjithmonë ajo që donte të bëte ishte për dalë nga shtëpia. S'më bën fare përshtypje mua kjo pjesa e kësaj që Alba do të dalë nga shtëpia. Është një gjë që e ka bërë dhe në një format tjetër, është një gjë që po e bën dhe tani, është një gjë që është e parë nga Alba. Alba vdes për këto çurravitjet që i bën shpeshherë me produksionin. Kështu që më duket një lloj loje që ajo bën për të parë nëse ata duan që ta lënë që dalë ose një lloj kërcënimi që ajo i bën, se i duket vetja sikur është personazhi më i rëndësishëm aty dhe e ka të veten këtë pjesën e kësaj. Nuk është se më bën përshtypje, më duket një gjë më së normale, deri tash kam dëgjuar 4-5 herë që do dalë nga shtëpia, do dalë. Dhe kur ka ardhur puna, jo vetëm që s'ka dalë, por ka vazhduar dhe ka vazhduar me dramat e saj dhe me telenovelat e saj. Në fakt, pasur parasysh dhe sjelljen që kanë Alba dhe Limi, duket sikur ose të paktën në publik kanë përquar sikur ata kanë bërë një marrëveshje jashtë dhe e kanë lojë këtë pjesën e, po themi, i natit bashkimit, jo ndava, jo pajtova, jo të kam në zemër, jo s'të kam në zemër. Po kjo është një gjë shumë e gabuar në fakt që perceptohet nga jashtë. Limi dhe Alba janë ndarë që në qershor, 2 javë përpara finales së Fermës VIP, ata pothuajse s'kan pasur asnjë lloj marrëveshje. Unë mbaj mend kohën kur ne prisnim që Alba të vinte në Ferma Club si ish banore e Fermës VIP, dhe një nga problemet më të mëdha që ishte që Limi nuk pranonte që të vinte kur ishte Alba dhe Alba nuk pranonte që të vinte pa Limin, sepse Limi nuk donte që të vinte me Albën në studio. Kështu që atëherë këto kanë pasur ato përplasjet. Më pas doli pjesa tjetër që ajo hapi këtë thashë themin pa e thënë vetë me gojë, po e hapi midis njerëzve të tjerë sikur ishte shtatzan dhe kishte ngelur shtatzan me Limin. Kështu që filloi një tjetër debat i madh aso kohe, sepse ajo donte të qëndronte me thonjë e varur pas lidhjes së saj me Limin. Një femër që u dashurua, por që ju kthye dashuria në obsesion dhe u kthye një lloj përndjekje ka shi personazhi tjetër që është Limi. Më vjen keq sepse ajo duhet të ketë në rast parë duhet të ketë respekt për veten e saj, Një femër nuk duhet ta lëshojë veten në atë mënyrë siç ajo ka bërë atëherë dhe siç ajo po bën tani.
duhet të tregoj pak dinjitet, duhet të tregoj pak duhet të tregoj respektin për veten e saj, sepse në fund të fundit në dellë të vej dashuria se në mos njëri tjetri ka plot meshkuj jashtë, nuk vështruhet bota për meshkuj dhe nuk ka pse të sillet në atë mënyrë. Më tepër dhe për gjithë respekti që ajo duhet të ketë për njerëzit e saj që kanë në shtëpi, për familjen e saj, që me thënë drejtën janë njerëz të nderuar. Elton, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën dhe miru dëgjofshim.